Çka duhet me ditë nëse e dashuron në një dash? Duhesh me ditë që ajo është energjik, pasionant, edhe shumë iniciativ ka. Për me qenë e dashuruar në një dash, duhesh me qenë shumë tolerante, me dasht avanturën, me dasht risin, mos me pritu. Duhesh, si të thot ai po dalim, me qenë gati gjithmonë, duhesh me ditë që ai nuk e dërrenën, ka qef me ndodhë senet shpejt, mërzitet, nuk i do muhabetet e përsëritona, edhe duhesh me ditë gjithsesi që dashi është i sundum prej marsit, edhe ata njerëz kanë lindë në kohën kur gjithçka fillon. Viti i ri astrologjik fillon me ta, edhe ti duhesh me qenë gati gjithmonë për luftë në një dash. Ti që e dashuron me një dem, çka duhesh me ditë? Duhesh me ditë që demi e do sigurinë, e do komoditetin, e do pambukun për shembull. Duhesh me ia blen një maicë, mundesh me ia blen një maicë pambukt, e cila është komode, edhe as nuk e krun, as nuk e shtrëngon. Duhesh me ditë që demi e do ushqimin e mirë. Duhesh me ditë me zi edhe me përgatit ushqim shumë të mirë, që me mujt me ja marrë mend një demi. Për me mujt mu dashuru në një dem, ose me ditë që demi po të dënë ty, duhesh me qenë shumë stabile. Mos me bo drama, se nuk i pëlqenjë. Ma te për i pëlqenë heshtja se qëfar dush muhabeti, duhesh me ditë që ai është shej i cili nuk është shumë lojal, por edhe është shumë posesiv. Xheloz, edhe të kesh kujdes. Nëse e dashurun në binjakun, çka duhesh me e ditë? Binjakun nuk dashurohet kurrë në pamje fizike. Ai dashurohet në mendësi. Binjaku ka nevojë për informata, ka gjithmonë nevojë për me bo shumë muhabet me ta. Binjaqt janë ata të cilët nuk mundesh me i mashtru. Në fakt, shpesh e ka zor me kallëzu brendësinë edhe emocionet tella. Për atë, gjithmonë duhesh me lujt lojën ftoft nxehtë. Me binjakun gjithmonë ftoft nxehtë. Asnjëherë mos do dorëzot totalisht, e asnjëherë mos ik totalisht. I pëlqejnë lojnat me fjalë, edhe i pëlqen me shkru gjaja kadale, jo me ugut. Sa ma gjatë që e në komunikim me një binjak, aq ma shumë ka me dasht. Duhesh me pas durim, se shpesh nuk e din se çka po mendon. Gaforja, ti që e dashurun gaforën, duhesh me ditë që duhesh me dhanë shumë butësi. Mos me janë neglizhu asnjëherë gjendjen e tyne emocionale. Asnjëherë nuk duhesh me vun dyshim dhimbjen, ose vujtjen, ose haren, ose çfarë do lloj emocioni që ka një gafore. Duhesh me ditë që nëse jeni i dhënu, asnjëherë i pari s'ka me të thirr, as me të shkru. Edhe dije, mos prit kot, se kot e ke, nuk të thirr gaforja. Gaforja është shumë e lidhur me familjen e vet. Ka qef me qenë e sigurt në pozicionin e dashurisë. Dije që është protektive shumë, edhe mas asaj sipërfaqes saj shumë të fortë, në brendësi, ajo preket për gjithçka. Mos e ha foren me menu që nuk është prek, se është prek, është gafore. Ti që e dashuru me një luan, çka duhesh me ditë për luanin që me të shku dashnia mirë. Luani është mreti i dramave. Ka qef me i dramatizu gjanat, sidomos kur janë sentimentale. Duhesh me i dhanë shumë komplimente. Një luan gjithmonë ka nevojë për komplimente. Po pse mas me ja dhanë? Ashtu janë më të bukurit. Duhesh me ditë që i pëlqen shumë argëtimi. Mos e refuzo me dalë, mos e refuzo me u vesh, edhe mu duk gjithmonë bukur për luanin tënd. Por edhe mu kujdes që ai mu duk bukur. Ta dish që gjithmonë ata nisen prej pasionit. Edhe janë shej ma pasionant. Janë të vërtet, shumë rrallë rrejnë, por kur i dhënohen shumë. Shumë. Edhe ta keni parasysh, mos e i dhënoni kurrë luanin e juj. Çka duhesh me ditë nëse e dashurun në një virgjëresh? Duhesh me ditë që virgjëresha ka mi kallëzu dashurinë vetëm përmes kujdesit. Nëse shef që një virgjëresh shumë po kujdeset për ty, a je vesh, a ke hangër, a ke dal, a ke fol, a të ka imprit mirë, dije që qaja virgjëresh o ka dënë.
Ajo është shumë e lidhën me rregullin. I dën gjanat e rregullta, nuk e kallzon lehtë emocionin, por kur e kallzon, atëherë kallzon but. Edhe ka qef me qenë në ambiente shumë të ngrohta edhe të sigurta. Një virgjëresh gjithmonë ka mutu që ka me thanë tjertë për ta. Kështu që të kesh kujdes me virgjëreshën tane. Edhe me shoqnin në të cilën e çon virgjëreshën, se ka me qenë shumë analitike. Ti që e dashuru me një peshore, duhesh me ditë se peshorja e ka qëllim jetësor dashurin. I vyn partneri për çfarë do lloj vendimi, ka një herë është e dyshimt ose e pavendosur. Peshorët janë njerëz të cilët e dojnë bukurinë ose estetikën, e kanë shumë të rëndësishme a veshësh ti mirë apo keq. Gjithmonë kombinojnë ngjyrat kur del me një peshore. Çka është tjetër me rëndësi për ta, është që ata janë shumë charmante, edhe ta kesh parasysh që kanë me ranë sy kudo që të paraqiten. Elegancën e dojnë edhe janë shumë korrekte me kohën. Kujdes, mos ju vono kur peshores tënde. Çka nëse e dashuru me një akrep? Skorpio. Duhesh me ditë që nuk e dojnë rrenën. Çfarë dush të vërtete? Po të vërtet, ka me ta pranu shumë ma kollaj se një rren sa do të vogël. Akrepat janë të shej më pasionant e mundshëm. Nuk e kajnë frigën as pak, nuk frigohen prej kur gjofit, por edhe janë shumë xheloza. Ta dish që nuk duhesh mi bo kur xheloze akrepin tënd. Akrepi është shumë lojal, shumë i vërtet, shumë i thellë, shumë i komplikum, shumë shej ekstremeve. Dije që nëse je lidhje me një akrep, atëherë je lidhje me një ekstremist. Çka duhesh me ditë nëse e dashuru me një shigjetar? Duhesh me ditë që nuk guxon mi atsënu lirin as pak. Shigjetarin duhesh mi lanë të lirë, se i pëlqen liria edhe nuk mundet me dashuru nëse ti e kufizon. Duhesh me ditë që avantura është gjithçka për ta. Guxon me bo edhe atë çka ti as në ëndër nuk mundesh me menu. Shigjetari është gjithmonë ai i cili do të guxojë të bëjë gjëra të cilat për ty kanë qenë shumë çuditshme. Por ti mos u çudit, mëso me shigjetarin tënd. Ata janë të apasionuar, janë shumë të hareshëm, e dojnë humorin, buzëqeshjen, shoqënin, me shetit, edhe me ndru vend. Asnjëherë mos e lën në të njëjtin restoran takimin me një shigjetar. Çka duhesh me ditë nëse je dashuru në një bricjap? Duhesh me ditë që bricjapi dashurohet në qëndrueshmëri, jo në fjalë të thata. Për te ishtë ambicia gjithçka. Janë ambicioz në punë, në karrierë, por edhe në dashuri, që do të thotë për ta dashuria është investim, edhe jetë gjatësi. Me një bricjap nuk mundeni me bo avanturë. Mundeni me bo nëse është ai i disponum, po jo kur ju dani. Bricjapat janë njerëzit të cilët e kanë qëndrimin e vetë, ndaj çdo gjaje, edhe janë të fortë në atë çka mendojnë, nuk hekin dorë, nuk rrejnë, por janë ma pak romantik. Një dashuri me një bricjap do të duke si në një takim zyrtar. Nëse i dashurit është ujor, e ti nuk e din si mu marrë vesh me ta, shumë e ke vështirë. E kuptojmë të gjithë na, e kupton edhe ujori vetë. Ata janë njerëz të cilët i shumë zor me i lexu. Nuk i pëlqen as pak kur dikush filozofon përballë. Nuk i pëlqen nëse përpiqesh me u tregu atë çka ti nuk je. Me të vërtet aty ne i pëlqen shumë liria, i pëlqen kur sillesh lirshëm, edhe kur i kallzon edhe të metat tua. Një ujor gjithmonë është para kohës vet, kështu që mundesh me bo shumë qef me një ujor nëse mundesh me e duru. Shkojmë të shej më romantik, të peshqit. E ti nëse e dashurur me një peshk, duhesh me ditë që ai është shumë romantik. Nuk mundesh kur gjo direkt mi thonë. Është mirë nëse ke diçka mi thonë, mi ja bo përmes poezisë, mi ja çu ndaj këngë që ai me kuptu shka e ka do mi thonë, mi ja çu ndaj film, ose çka do që të mi thonë, të kesh kujdes tjetë shumë me metaforë, se i pëlqen. Peshqit janë tetë romantik, janë shumë të brisht edhe shumë intuitiv, pak zër mi rrejt. Po nëse të rrejnat aty, atëre ke problem, se ke shumë zër me një zonë. Me një zonë ato të rrejt, kuptohet pra. Peshqit janë ata
të cilët gjithmonë kanë me pështjell shumë bukur çfarë do lloj rrene që ta bojnë. Të kesh kujdes me peshqit. Nëse të ka pëlqy, bëne like. Nëse ja kam qillu, shkruaj komentin e mos harro asesi me bë subscribe në YouTube edhe në Facebook. Për më shumë informata na ndiqni. Ju duam.